Edhe pse për shumë kënd janë simboli verës dhe freskisë, sharqyri dhe pjepri mund të fshehin rreziqe serioze për shëndetin, nëse nuk ndiqni një hap të thjesht përpara se t'i prisnit. Ekspertët rreqin vëmendjen se larja e frutit, edhe pse duket e panevojshme, pasi nuk e konsumojmë lëkurën, është thelbësore për të shmangur helmin. Këto fruta arriten në tokë, ku ekspozohen ndaj dheut, pluhurit, ujit të ndotur dhe plehrave, ndërsa gjatë korrjes, ruajtjes dhe transportit mund të grumbullojnë dhe më shumë mikrobe. Nga ara deri në tezgë, e pastaj në kuzhinën tuaj ato kalojnë nëpër duart e shumë personave dhe askush nuk mund ta di se sa herë janë prekur me duar të palara. Kur e prisni një shalqe ose pjepër, pa e larë më përpara, të gjitha bakteret nga lëkura transformohen përmes thikës direkt te pjesa e brendshme që e hani të gjallë, ka shpjeguar Dr. Darin Detwier, profesor i sigurisë ushqimore në Universitetin Northern. Dalimi vetëm mes tyre është se lëkura e pjeprit për shkak të strukturës së ashpër mban edhe më shumë papastërti dhe mikrobe, sesa ajo e shalqinit, ndaj kërkon larje dhe më të kujdesshme. Ndryshe nga shumë produkte të tjera ushqimore, këto fruta nuk gatuhen, kështu që bakteret si Salmonella, Listeria apo E. coli mund të mbijetojnë edhe të përfundojnë direkt në organizëm. Pasojat janë të njohura: nauze, të vjedha, diare, që zakonisht shfaqen disa orë deri disa ditë pas konsumit. Prandaj para se ti ndani në fleta, lajni mirë me ujë të bollshëm, fërkojini me një furçë kuzhine nëse është e nevojshme dhe thajini me letër kuzhine të pastër. Pasi t'i keni prerë frutat, duhet të konsumuar me një herë, ose duhet të ruhen në frigorifer brenda 2 orësh, në temperaturë më të ulët se 4 gradë Celsius dhe të konsumohen brenda 3-4 ditësh. Sidomos kur bini gjysmën ose çereku frutit të gatshëm nga shitës ambulant, rreziku është më i madh, pasi shpesh ruhen në kushte të papërshtatshme. Vetëm një hap i thjeshtë si larja mund t'ju mbrojë ju dhe familjen tuaj nga një helm i panevojshëm, dhe kështu shalqini e pjepri do të vazhdojnë të mbeten sinonimi i freskisë dhe i verës, jo i shtratit e të përzierave.